Ja, tani mi ke punishja e Shahin. Tani ti ke urdhë. Kjo janë pjesë e Samarit, ëh? Këtë e pjesë e Samarit. Okej. Shpatla që janë të materialet tjera, unë punem me vek të që vek të euro komandant. Po, komandant, me qa punon ti, me ato? Pra gjitha janë shqiptar dhe çdo gjë është artizanale. Artizanale, me S'përdor fare korrent, një gjë tani, prit shofi çik ato, çaj ke ato atje? Ko? Ato. Janë me lmodronin. Po. Si përdor këto, okej. Pa një punë, Një gjë, a mund më thush një gjë, shajnë më shqip mu të lutem pak. Po, Sa vite ka që ti punon? pak të një. Ja 20 vjetë, po. 40 vjet në kohën kur ka qenë kooperativat ke punu? Ka punë. Po historikisht këtë punë ke bë? Unë kom ngell në klasë, si thonë, për këtë punë, për arsye, se ti i zhvirua që i më mërë vesh. Po. Kom shku 4 herë dalë në Remull, pa një sëmë kërës. Po, 4 herë. Po, rri aty nuk ka problem, aty ku ishe. Pas 4 herësh, Aha. e kisha një ferideje, në rregullova vetë me të themi, ma pa mu betitën shokët. Pra, ti ke nis për nevojat tuaja. Sepse 4 herë se i banin në Remull ato? Në Remull i kemi, ka qenë një usta. Po ka qenë usta. Po, pasaj? Ai ustaj nuk ma rregulloj, edhe rregullova vetë. Edhe i hynë vetë zënatit.